Këtë të shtunë, emisioni Personazhi në fokus sjell historinë e një njeriu me ëndra, pasion dhe ambicie. I ftuari i kësaj jave është 26 vjeçari Florian Plaka, i lindur dhe rritur në Roskovec, ndërsa rrënjët e familjes së tij janë nga Mallakastra. Pasioni për artin ka nisur që në moshën 10 vjeçare. Shkollën fillore Floriani e ka përfunduar në fshatin e tij të lindjes, Vidhisht në Roskovec. Më pas ai ndoqi arsimin e mesëm profesional 4 vjeçar në qytetin e Fierit gjatë viteve 2016-2019, ku studioi për veterinari. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ai vendosi të ndjekë një kurs 6 mujor për berber, duke shtuar një tjetër profesion në rrugtimin e tij. Për këtë arsye shumë miq dhe të njohur e quajnë sot djali me 3 profesione. Në vitin 2022, Floriani prezantoi veten para publikut dhe vijon edhe sot rrugtimin e tij artistik duke shprehur përmes krijimeve dhe teksteve të tij përjetime, mesazhe dhe reflektime mbi jetën. Në një rrëfim të sinqert përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, ai do të ndajë me teleshikuesit historinë e jetës së tij, sfidat, ëndrat, kritikat për brezat e rinj, si edhe këndvështrimet e tij mbi muzikën dhe tekstet që krijon. Intervista e plot do të transmetohet në televizionin Apollon të shtunën në orën 21. Atëherë, e para është arti, siç më njohin shumica, sepse unë me këtë jam njohur që në fëmijëri, madje kujtoj që në atë fëmijërinë time të hershme mlidhshim në raste gëzimesh me familjarët tanë dhe këndonim ato këngët isë polifonike, polifoni labe, edhe unë bashkohesh aty me ai sa dia dhe dashuroja shumë artin. Ju jeni me origjinë nga Mallakastra? Rrënjët. Ande janë E keni gërshëtuar folkun e Mallakastrës me folkun e zonës Mizoqes, që i themi ne pjesë e Fierit, Roskovecit, Lushjes, se gjithçka brenda. Ne kemi bërë pak a shumë një miksim, le ta quajmë në thojza. Një miksim, por që i kemi ruajtur traditat ashtu siç duhen. Për shumë njerëz që nuk u njohin, kush është Flori Plaka për publikun që u ndjek shpesh? Po e quajnë në thojza qimi një gërshetim i pasioneve të mëdha. Jam si çdo kush një njeri i thjesht që e kam ndërtuar jetën time në rrugën e artit dhe punës së përditshme. Unë jam një kantautor për gjithë ata që s'më njohin, ku shpirtin tim të brendshëm, jo vetëm timin, por të gjithëve, shpreh nëpërmjet vargjeve të shkruara në letër dhe melodisë së këngës që këndohet.